Për gati 2 orë, një 54 vjeçar kërcënoi se do të vrasë me armë zjarri gruan dhe më pas vete në rrugën Jordan Misja në Tiranë. Besim Pengili, një person me probleme të shumta familjare, kishte marrë një automatik Kalashnikov, të cilin e mbante pa leje, duke vënë në alarm policinë e Tiranës dhe repartin special Renea. Fillimisht u raportua për një situatë pengmarrje, por më vonë u sqarua se bëhej fjalë për një konflikt në familje. Në gjendje të rëndë psikologjike, Pengili mori armën duke ia drejtuar të shoqes e cila kishte marrë nga gjykata më herët një urdhër mbrojtje. Kjo e fundit arriti që me shpejtësi të marrë nipin e saj të vogël dhe të largohet nga banesa, ndërkaq në shtëpi mbeti vetëm 54 vjeçari me vajzën e tij 26 vjeçe. Gjatë gjithë kohës ai kërcënonte se do të vriste veten. Pas negociatave efektiv të Reneas e kanë bindur Besim Pengilin të vetë dorëzohet. Ai njihet nga banorët e rrugës Jordan Misja si person problematik pasi vuan nga depresioni dhe disa herë të tjera kishte dhunuar të shoqen. Policia tha se sekuestroi armën dhe 2 karikatorë me fishek. Ndaj tij tashmë rëndojnë disa akuza si dhunë në familje, armbajtje pa leje dhe kundërshtim të vendimeve të gjykatës.